hipotekisht ja them të gjithëve në Tiranë, në gjithë Shqipërisë. Edhe më vlla unë, se më thënë pse se blej shtëpi në Tiranë. Tash vlla unë në Tiranë nuk jetoj dot. Unë në Tiranë jetoj vetëm 5 orë. O mjes o mos dite. Iki pa marroj punë, edhe vin Durrës sepse është qetësia. Kushte kur ke kalamojt e vegjël. Jo, mirë, edhe për atë, po. O vlla, nuk e ku të vesh për makinën për kesh. Po në Durrës ke për atë punë tash po. Po mirë në Durrës më hajde det, është pak më. Jo, mirë ajo, po është dhe pak më ndryshe se çe ku gjen në parkesh në gjë, po. Problemi është se qytetet në Itali, si këto Perugia, Lecce, Kuwait, unë kështu janë shumë të strukturuara vino dhe kanë vito, kanë zënë vend do burrë edhe kur s'kan qenë strukturuar. Kanë një kështu një. Ska më është Vietnami under construction nga zhvillimit burr. Kështu që atë përshëndetje, Sergio. Kemi nisë. Kemi nisë. Patjetër kemi nisë vini përshëndetje, u rikthyem sërish në rooftopin tonë të preferuar. Dëgjojmë vërtet Ledon, kemi nisë. Po për zotin kena nisë pra që kena vëllai. Sergio, si je? Mirë, faleminderit. Sergio Mezi. Sergio Mezi, po. Menaxherës shqiptar të futbollit, apo? Po, kështu do të prezantoj. Si doni ju rëndësi ka që të edhe si mik, po ashtu rradha parë të falenderoj shumë për vlerësimin. Edhe mirë si u gjeta. Mirë se na ka ardhur. Edhe tavolina jonë është vetëm për miq. Suksese për emisionin edhe lartë më lartë. Si duket ky rooftopi? Domethënë jo rastisht e kemi vënë rooftop, sepse të vini që është administratori i hoteletërit, i idoi përpara 2 vitesh që të bënte këtë rooftopin. Sigurisht, jo me ambicje për të bërë një podcast, po pastaj rrugës pse jo. Atëherë, ç'është e vërteta, kur shikoj një pamje nga deti, për ne dursakës, sigur na gëllon botë. Ne duhet të bëjmë atë. Kështu që, jo, bravo, komplimente për pamjen edhe për vendin që keni zgjedhur. Zgjedhje perfekte. Faleminderit. Ne mundohemi që domethënë të bëjmë çmos, të ftojmë domethënë njerëzit që të na vinë këtu. Pavarësisht se ky trafiku është bërë i tmerrshëm për të ardhur i bezdisshëm. Po në fund fare shpresojmë që mbasi shohin këtë pamjen dhe këtë ambientin këtu të relaksohen pak dhe ta harrojnë. Unë dështoj edhe të tjerën se ndoshta ku duke pak të edhe pamje dhe këtë edhe kënaqësie këtu, normalisht të ngrohtë edhe nga ana juaj, si edhe nga ana e ambientit, besoj që do rikthehen përkërisht edhe do t'ja vlen të bosh trafikun. Për ne është kënaqësi gjithmonë. 2 minuta mjaftojnë për të folur për veten apo? Të prezantohesh pak për publikun. Atëherë unë jam Sergio Mezi, jetoj midis tokës dhe ajrit. Normalisht jetoj, epiqendrën e kam në Itali, kam gati gjithë vitet, gjithë 2001 që jetoj në Itali, gëzoj falë qendresës, gëzoj pasaportë italiane në shtetësinë italiane. I kemi hyrë sportit, normalisht, vi nga qyteti Durrësit, kam ikur, si sa thash, në 2001 në Itali, për arsye familjare, jo që zolla unë, por tani për momentin besoj që ja ka vletur, sepse jo pse nga ana financiare, por edhe shumë gjëra, domethënë nga ana e qetësisë, nga ana e vlerësimit, që këtu normalisht ka disa gjëra, domethënë që nuk është që atë që unë ndjej, domethënë nuk është që përjetoj normalisht, nuk është që të vlerësojnë për atë që je, për jemi që je, po të vlerësojnë për momentin, ke i post, ke i diçka, dhe thënë që duhet me amajtit se duhet me amajtit. Pjesërisht është e vërtetë. A mendon që nuk të vlerësojnë për atë që je, apo mendon që ne jemi akoma në faza shumë fillestare zhvillimi, sa që nuk e kuptojmë shumë fusha ku ti do t'jesh dikush? Unë besoj që nuk e kuptojnë. Okej. Pra jemi në... Mendon që në 25 vjet tani shef ndonjë ndryshim për mirë në fushën ku ti operon këtu tek neve në Shqipëri? A kemi shpresën? Atëherë, që është e vërteta, kjo është pyetje shumë e duhur. Unë nuk shoh asnjë lloj ndryshimi, sepse këto orkestrantë ose artista, si mund ta quajmë neve, presidenta, drejtora, kam mësuar vetëm
ka mësuar vetëm një muzikë, një lëndë dhe kaq. Edhe i bin gjithë vitit i bin dhe rrumullak mundohen të nisen nga qershori të bëjnë një projekt dhe në shkurt ose në mas vitit tjetër, domethënë, thonë që s'kemi çfarë të bëjmë neve se ne këtë bëjmë. Si shpjegon faktin që në përgjithësi 90% e klubeve në Shqipëri janë në fitim për atëherë? Unë jam dhe dilema me veten ndonjëherë, sepse ne dalim pothuajse javë për javë, me sensin ton kritizerët gazetarit, apo të menaxherit, apo të opinionistit e të vinë, kritikojmë dhe shprehim pa kënaqësitë tona për mënyrën se si këta i menaxhojnë bizneset e tyre. Por kur shoh bilancet e tyre përfundimtare, dhe shoh që gjithë këta janë në fitim, gjitha klubet janë në fitim, them me vete mos ndoshta kanë ata mirë dhe kemi ne gabim. Atëherë varg nga statistikat që çfarë nën kupton që ato janë mirë. Sepse unë për shembull nën mirë unë shikoj kur ata kanë shitur një lojtar nga akademia, kur ata kanë shitur një lojtar nga ekipi parë, gjë që këtu rrallë herë ndodh dhe kur shkon për të ndodh ka pas qenë me ikë edhe në Turqi fatikisht, por tash në Turqi nuk është që ka treg më. Çdo vit nga klubet shqiptare shiten lojtarë, pothuajse nga gjitha klubet. Po ku kanë shku për shkak? Në Ukrainë. Jo, Sergio është menaxher futbolli, se nuk e cek. Pra fusha e tij, lidhja jote me sportin është pikërisht kjo që sapo ne po them, domethënë. Mirë, ta kemi është shumë interesante kjo që thotë, këto statistikat e tua përballur me këndvështrimin e Sergio, domethënë se këndvështrimi ti shikon statistika nëpër letra, dakor? Sergio i prek këndvështrimi i Sergio, këndvështrimi i gjithëve neve. Jo, ne perceptojmë sikur jetojmë në realitet varfër. Presidentët e klubeve në Shqipëri bashkë me presidentët e federatës janë treguar shumë të zgjuar për ta shitur veten në publik si shumë të varfër, që të shkretët ata të cilët po marrin paratë e shtëpive të tyre dhe po i hedhin futboll. Kjo ka qenë apo jo sinfonia e tretë. Është strategjike çik, se po themi pasur turrat të gjithë. Është shumë strategjike. Ndërkohë që unë mjafton të jap disa shembuj. Dy shembuj shumë ironik. Vitin që Tirana ra nga kategoria në 2018, klubi doli me fitim 850.000 euro. Viti futbollistik. Ndërkohë që Partizani para 2 viteve nuk doli kampion i Shqipërisë, që presupozohet kishte më shumë të ardhura, por fitimi në fund të bilancit ishte 2.3 milionë euro. Kjo për treguar që do vetëm që nuk janë për të qarë hallin, por janë për të kërkuar ndonjëherë llogari, sepse kanë privatizuar asetet publike. Futbolli ka qenë një aset publik. Ata nuk e kanë ndërtuar nga Ajax si qenë. Ata kanë privatizuar historinë e Tiranës, historinë e Partizanit, historinë e Teutës, Elbasanit. Pra nuk kanë ndërtuar një klub të mirëfillt privat nga AJT-ja. Është si në politik për shembull. Sali Berishës kërkohet llogari sepse është kryetari i Partisë Demokratike. Pagon se kërkon dot to llogari sepse ka bërë parti nga ajo, ka bërë vetë. E parë në këtë kontekst, jo vetëm që nuk duhet të qarë halli, por duhet kuptuar që mos ndoshta mekanizmat e tyre ashtu gjysë arkaik siç janë ata për ta prodhuar sukses? O gjë, unë siç e tha edhe kolegu, normalisht e shikoj nga afër, nuk bazohen te statistika. Se në statistika kam gjuar shumë muhabete, edhe ndonjëherë them që si ka mundësi. Këto shifra që të dash janë deklarime të ardhura është një që jam shumë dakord. Fitimi që bërë sepse jam shumë dakord. Por problemi unë të them për shkakun ty një që më ka ndodhur mua nga eksperjenca. Unë normalisht tregu europian, Shqipërinë normalisht e quhen qoftë të hapim syt tek kampionati shqiptar, e shikon si të lehtë, e shikon dhe si të varfër. Tash ç'është e vërtetë. Po, vërtet. Sepse normalisht është 2 milionë euro, 3 milionë euro, ai më mirë shkojë merr në Greqi ose merr në Hungari çrën si ka, se sa ta marrë këtu. Rasti konkret për shkakun pse ky paragjykim për ne? Treg i varfër. Po është tregu varfër për ato lojtarë. Po thotë që më mirë ta marrë në Hungari 2-3 milionë se sa këtu. Pse? Po se në Hungari futbollisti është më cilësor se në Shqipëri. Është e vërtetë kjo? Po. Është vërtet sepse gjithë lojtarët për shkakun që kanë nik 1,5 milionë euro, shembull po ta marr Skukën, se normalisht është publik, 6 muaj neti në Francë dhe u rrit thy prap. Pra nëse do të investosh 2 milionë euro për të blerë kartonin e një futbollisti, edhe unë po të isha një klub europian perëndimor, sigurisht që do të kisha hedhur syt tek lindja,
por pa konjunktur, se ndonjëherë transferat janë dhe konjunkturale, drejtori, menaxheri etj. Normal. Pa konjunktur, mund të hidhë syt më shumë te Hungaria, te Slovakia dhe te Kroacia për shembull. Mos ndoshta kjo, më fal që ju ndërpres, po unë jam opinionist, jam observues. Të reagoj në kalues. Dhe tani observoj diçka. Mos ndoshta kjo na zbulon neve problematika, të cilat japin drejt dhe asaj që thua ti dhe kësaj që thua ti. Duke qenë që futbollisti këtu mund të shitet 1.5 milion euro, vete luan 6 muaj në Francë dhe kthehet sepse kupton që është ajo që thoni ju, vjen nga një treg i varfër. Pra, këto fitimet që thua të nxjerrin klubet nuk shkojnë për reinvestim në mënyrë që ti të rrisësh Akademin. Patjetër që tregun, si dakord. të rrisësh kushtet, të rrisësh cilësinë dhe pastaj këta futbollistë të mos kthehen pas 6 muajve, po të bëhen njësoj të thonjza të tregtushëm, si një hungares, si një grek, me që i morët si shembull. Pra që observon ti është procesi i investimit. Po patjetër, po fitimi nuk reinvestohet ashtu siç duhet dhe është i varfër, të thotë Sergio, sepse nuk përkthehet në lojtarë që janë të transferueshëm në Të besueshëm ose të vazhdueshëm, në Pra vazhdimsi. ky fitimi është shifet ndryshe nga ty Gjergji dhe nga Sergio. Si duhet Jo, të observim? unë thash si një fakt për të demonstruar më shumë të dash si lajm, më shumë se sa si fakt. Të dash si lajm sepse opinioni publik është mbartur shumë me këtë idenë që këta më thoj sa Allexhin, Difos, president që u futën te kjo fushë tani edhe që ata janë biznesmen. Ne duhet të falenderojmë të gjithë biznesmenët që investojnë në fushën e futbollit, rrisi konkurrencën, kush më mirë, kush më pak, por në fund të ditës në fund ditës shqyqy që janë edhe këto. Do debat të shumë dimensional. Ka anët që përmend ti, ka anët po të kishin presidentët tu do na nxirrin 1001 arsye të tjera, të cilat E di kush problemi. 999. Unë të falenderoj ty për hotelin që ke bërë dhe që i shërben turizmit, por nuk të qaj hallin ty për financat finale të tua, sepse ata janë zotësia jote apo jo. Jo, nuk duhet në qash të hallin, Por duhet të ta bëj falenderoj. vetëm të qash hallin ti, po ti nga ana tjetër nuk duhet më japësh mend mua për ca gjëra që vëre që nuk shkojnë. Nëse smerresh drejt për drejt me këtë fushë. E mbyllim emisionin. Sergio, mos u vërsi. Jo, Ja vjen rruga për papjes. Jo. I marrim gjëra nga Florini sepse gjërat nuk kanë fund sepse më shumë se sa mendimet e tua, unë jam kurioz që njerëzit të dinë kush je ti. Ka pasur një lidhje tënde me futbollin e vogël? Përveç se spordashës, besoj patjetër. Atëherë, unë fatikisht qëllimi që unë ika në Itali ishte për të ndjekur karrierën time si futbollist. Pavarësisht që unë kam shkuar në moshën 17 vjeçare. Ndërkohë luaje më përpara me? Po, luaja këtu me Akademinë e Utës, normalisht. Shkova atje, bona... Nëse është daltindja? 86. 86. Brezi këtyre, Lilës, Bakajt, Sefës, apo jo, Jukës. Po, Lilës, Andi Lilës, po, kam mik. Dhe normalisht shkova atje, depërtova mirë, ishte në atë kohë Perugja ka qenë në Serie A. 2002-2003 vitet, apo jo? Në 2003, 2002-2003. Edhe shkova atje, normalisht atje ka qenë Gaucci president, i famshmi, Ermano Pironi drejtori që kam mik. Valerian, si ka pasur? Cili? Simpatike. Kush ka një president i Perugjës që ka pasur një kështu një show girl për nuse? Jo, ai është ti për thu për presidentin e Fiorentinës. E Fiorentinës, që Gigore. Rova ime në asaj Valeria Marini. Bravo, Valeria Marini. Pas që Gigore. Okej. Gaucci ishte komplet profil tjetër. Edhe atëherë ka qenë me shok Nakataja, ka qenë Zemaria, Materazzi, domethënë që ishin. Zemaria në kam ka drejtuar Tiranën për atë vit. Zemarin e kam sjellur në Tiranë. Jo sot atë në Tiranë pa. E kisha shok se stërvitësha. Edhe unë fatikisht në shkova deri te Primaverat e trit e Perugjës. Ata Primaverat kanë deri 21 vjeç apo? Jo, deri në 19. Deri në 19, okej. Edhe kontratë profesionale, gjitha, me rroge, me gjitha. I ditë bukur, fatikisht, domethënë, duke ngjuar lajmet, për fat keq di që një lojtar i Benfikës i ra një fakt, domethënë në fush, edhe mua normalisht më hyni pak frika nga ana asaj. Edhe më nolli, do më thonë, e njëjta gjë më ursun syt në stërvitje mas 2 orësh, nga ana psikologjike.
Edhe aty thash gjithmonë me leje fare me sportin, nuk po merrem me sportin, me e luajtur normalisht dhe pastaj ju dedikova punës. U futa në punë, u futa në fabrikë, edhe po prap isha ajo që nuk të lindte sport. S'më lindte ajo ngërë se çfarë do bëjmë. Atëherë në atë kohë ishte Rafmetliu me Mino Rajola, që ishte shumë menaxher i famshëm, edhe i ditë bukur vendosa të konkurosha në Federatën Italiane, të boja si prokurator, si menaxher, domethënë. Kjo, nga aty fillova avash. Një ditë bukur normalisht rigjej Zemarien kishte lënë futbollin nga Interi, sa i aty te Interi la. Kishte filluar, normalisht kishte marruar diplomë për trajner. Për trajner. I thash, ju ofrova, thash, ke dëshirë të vish në Shqipëri? Kishte në Kenja përpara më duket? Pikërisht. Kishte qenë në Kenja. Edhe pastaj më mbrapa u mbyll. Fatikisht bisedat kanë filluar që në janar. Tani nuk e di tamam fiks, se më men besoj nga viti 2015-2016. 2018 më thënë. Okej, ai ka ardhur në vitin 2017-2018. Vjen në 2017 s'ka Zemaria. Sara Tirana nga kategoria, morën Zemarin trajner. Vitën para Jo, diskutimi që bërë ka qenë Ilir Daja, edhe trajner, ka qenë në superiore. Okej, po pra, kur nisi biseda, po. Kur nisi bisedë, pastaj erdhi dhe pastaj morën në qeshor prezantuar Zemaria. Nga aty pastaj e pash, domethënë që u mbyll domethënë me sukses normalisht, edhe pastaj më mbrapa filluan bisedimet duke i ofruar lojtarë, si u futat ajo pjesa e menaxhimit të punës në transferime të lojtarëve. Kështu që kjo, shkëmbimi pasaj lëvizje që kam bërë, që kam sjellur këtu për herë të parë lojtar në Shqipëri, ka qenë te Teuta, Amadou Latifi, vitin nga Dinamo Brest. E me Latifi. Vitin e parë nuk eci mirë, vitin e dytë pastaj më mbrapa ka i fort. Doli Koloshinus, vitin e dytë, lojtar i mirë, po kishte i të keq ai që kush e vend të re, ishte si topall. Do të çalonte pak si Garinça. Kjo, domethënë, edhe pastaj ndjekja tuhet, normalisht kam bërë transferimet e tjera normalisht. Tu nuk do të bëhesh menaxher, ndërkohë që mund të ishe bërë trajner për shembull. Apo drejtor sportiv. Në Itali? Po, kishe këtë mundësi? Jo, mundësia nuk e kam, nuk është problem. Po unë në këtë moment unë zotroj edhe një licencë si drejtor sportiv. Kam dhe unë licencën e drejtorit sportiv. Si funksionon kjo puna? Duhet të jesh i licencum dhe në këtë tregun tuaj? Po, normal. Nga kush licencohesh? Në federatat përkatëse, sepse sistemi UEFA-s është i unifikuar. Nëse ti dëshiron të bësh drejtor sportiv do me thënë menaxher një klubi futbolli. Po çfarë bën? Duhet kesh një eksperiencë, duhet bësh një provim, duhet. Po, duhet ndjekësh një kurs, se kam unë licencën e drejtorit sportiv, për shembull, e kam marrë në 2018 në federatë. Ndjek një kurs. Çdo federatë bën për Sergio ke nga shqiptarja apo? Unë kam nga Shqipëria, kam nga Italia. Po se je shtetas italiane. Kam të dy sepse e kam përkthy, e kam përsi të them ekuivalentu. E kam përkthy. Licenca e drejtorit sportiv dhe më pas si është detyrim për klubet që nëse do marrin dikë që do ta emërojnë si drejtor sportiv, duhet të ketë licencën pra. Drejtori sportiv duhet të është njëri që merret me mbrojtjen e klubit, siç është menaxhimi i hotelit për shembull. Ai është zgjedhja për menaxher futbollistësh e duhura? E duhura apo drejtuar, orientuar nga ana ekonomike, si ishte? Atëherë, zgjedhja ime ishte për rrolla parë për të qenë afër me sportin dhe e dyta për të ndihmuar lojtarët për të arritur objektivat e veta si çdo fëmijë ose si çdo lojtar që ka dëshirë, si çdo i ri më saktë akoma. Qëllimi im ka qenë që karrierën time futbollistike që nuk e krijova në fushë, doja që një të nesërmen të shikosh lojtarët e mi që të depërtoshin në klubet më të mëdha në karrierën e tyre. Që si erësh në syt? Që si erësh në syt. Po lakmoni se kisha Valeria Marinës? Valeria Marinës. Ishte grua si ajo kur të rritesh. Që mos ke që do. Kështu që kjo domethënë për mua ka qenë një zgjedhje e dur, zgjedhje e mirë, sepse menaxheri domethënë të bën të jesh afër, po të jesh dhe larg strukturës. Je i pavarur, ofron produktin,
Fokusohesh te ajo që di të bësh. Fokusohesh te ajo që di të bësh, nuk do ku ti je menaxher nuk do të them që ti je dhe scout. Po ti bosh të dyja je akoma super. Por mu zoti ma ka fal fatikisht edhe skautizmin unë i bëj të dyja. Si nga ana menaxherit për të kuptuar si skautistë për ata që kështu apo. Skautisti është ata që zbulojnë, domethënë talent. Po, që ti shkon sidomos në liga tulca që nuk janë në qendër të vëmendjes, ke iniciativë personale në përgjithësi për të shkuar për të parë. Ky djalë bëhet. Dhe ky djalë bëhet ose kështu dhe mbledh një informacion dhe ky është informacioni shumë i rëndësishëm për klubet e futbollit. Pra ti në fillim të informacion shet, ky është skauti. Sa menaxheri bën tipikisht ndërmjetësin, pra, siç bën në real estate. Pra, unë po këtë drejtë. Unë operoj tregun e real estate-s bashkë me Ledja, edhe Vini, po Vini jo në rolin e ndërmjetësit, por në rolin e biçim investitorit. Biçim. Është shumë duar që fjala biçim. Edhe fjala turke që ne i përdorim kështu për konotacion negativ, për shaka. Dhe ka një diferencë shumë të madhe midis përditshmërisë së një agenti imobiliar dhe një agenti futbollistësh. Sepse diferenca është që nëse ne shesim pronat palujshme, këto tulla, thojë dëllaç, ju shesin praktikisht njerëz. Dhe ndoshta komisionet i keni më të larta, por ishin e keni më të madhe apo jo. Pra, po them kot, që unë shes një apartament Duzbej. Më bukur shisni talente, se shisni njerëz. Njerëz, jo, shisni një gjë të palujshme. Po edhe mesjetar. Ose, e thënë ndryshe, dhe këtë kam mutuazuar nga një miku im Arbilaçi, që kam shumë i që është menaxher futbollistësh, thotë, procesi juaj përfundon në momentin që e shisni mallin. Procesi jon fillon pikërisht momentin që e shesim mallin. Atë logjika të menaxhosh njerëz është shumë e vështirë gjithmonë. Si dhe në rastin e juaj, normalisht që menaxhoni pronat e dikujt, kurse pjesa jonë është akoma dhe më e vështirë sepse te lojtar për shembull, te futbollist që do ta menaxhosh, nuk do mund ta lësh në rrugë si shumica menaxherëve për shkakun që kena ngjuar, kena bërë, i lënë në rrugë për një x arsye, domethënë. Tani ç'o ndodh, domethënë. Ajo firma ku më merr eksklusivitetin, do të thotë shumë për karrierën tënde dhe për karrierën e lojtarit. Pse e them këtë? Sepse do jesh gjithmonë, edhe ku e ke firmos, referohem edhe Arbit, që e përshëndesim se kam mik, do është një proces që do ta ndjekësh akoma. Më tepër nga anët negative që mund të nollin, nuk po ka vetëm rastin e Shqipërisë, po ka negativitet të çdo lloj klubi në Europë, në botë. Për çdo lloj gjë negative ai të referohet ty. Kush është rasti? Rasti për shembull është që ka rroga pa pambetura. Ai thotë për shembull Sergio, ke mundësi sepse unë te profesion kam, te profesion kam, unë nuk di të bëj gjë tjetër. A ke mundësi të më japësh? Kështu që si shumë të rasteve të tjera, domethënë që ka qelluar raste, normalisht unë e kam bën rrogën gjithë vitin, edhe kena pritur për t'i marrë në rast se i kena marrë, kupton? Ose që i kena marrë, kupton? Po ka këto lloj problematike se jetojmë në Shqipëri. Ka stres të tilla. Ka lloj stresesh. Kush është rasti tjetër? Kjo që mund të duhet ta them edhe me të mëdhaja, domethënë që kush është rasti tjetër? Ka rasti tjetër për shkakun që lojtari ty të ngel pa ekip. Ku do ta çosh? E thuaj ti? Jo, normal, unë ja bëja pyetjes vetes time. Ku do ta çosh? Do ta çosh do të japësh të durën, do ta pagosh ti trajnerin personal, duhet t'ja pagosh ti rrogën 1-1, sepse ai të ka firmos ty. E ka një të lloj komoditeti këtu në Shqipëri? Pse di? E ka? Po ja bëju ju tash pyetje. Se besoj. Kush janë tregjet ku operon? Prandaj është shumë e vështirë pjesa e menaxhimit. Tregjet që ti operon, kush janë? Atë unë jam fokusuar shumë tek në Itali, aty ku jetoj, komplet Serie A, Serie B, Serie C. Okej. Në Kroaci dhe në Çeki. Okej, Çekia është treg i mirë? Shumë tregu mirë, sidomos në këto 2 vitet e fundit shqiptarët kanë marrë një boom shumë të madh, edhe të çosh një lojtar, direkt ata e thojnë bjerë dhe ndoshta i ikin me 80-90%
Opinion. Për opinionin. Unë kam shuar fatikisht Ti ke marrëdhënie me klubet aty apo me lojtarët? Unë kam marrëdhënie me drejtorët, me klubet dhe me lojtarët. Kam mikun tim që normalisht është Milan Barosh. Ishte futbollist i madh, çek. Te Baniku. Çfarë më thot Milan Barosh për kuriozitet? Baroshi ka bler ekipin e Banikut. E ka bler vetë, Po bashkë me Kuçkën e Milanit dhe Gjenovës. Të dy bashkë ato, bilës për jesin mirë, sepse është një në ligën e dytë, dhe ndoshta mund të fitojnë dhe kampionatin që të hypin lartë, ta çojnë Banikun aty ku ka qenë. Edhe në Kroaci është shumë e famshme kjo ide e shqiptarëve që blin klube. Vetëm Shqipëri, ish futbollistët e mëdhenj të Shqipërisë nuk kanë investuar asnjë lekë në futbollin shqiptar. Asnjë, që nuk kanë investuar. Po ka pas dashur se secili prej tyre të blente klub mbete, të zhvillonte. Kroacia është shumë e famshme kjo gjë. Po kemi Andi Lilën, që po vazhdo investu. Andi i shkret e ka marrë nga zero akademinë dhe po e bën. Unë po flas për futbollistë që kanë bërë miliona euro. Për Loricanën, për Iglitaren, për Jon Bogdanin, për Besnik Hasin. Po mirë, pse është ka përshtypje për shkakun që gjithmonë këtu që ngjose neve se s'du ta zetëshim Lorikun e kam mik, domethënë edhe Iglin ashtu. Por nuk mund të varet se çka kontratash kanë bërë. Ka lloj kontratash gjëq. Ato është për shembull edhe nuk kanë marrë miliona. Kanë shkuar atje për shembull, kanë marrë vetëm marketingun. Ata miliona nuk. Perceptimi është shumë ata miliona nuk kanë marrë. Jo, që po ta bëj bisedë që të Jon Bogdani dhe Iglitare të bënin një fushë në Tiranë për komunitetin e kanë detyrim minimal. Se janë rritë në për ato lagje, në për ato rrugica. Po kush ja jep atë? Ervin Skela në Vlorë bëj një fushë sportive dhe t'ja bëj dhurat komunitetit e ka detyrim. Bashkë me Ervin Faka e tjerë. Jo, detyrim moral mo. Mimi, okay, jam shumë dakord. Artin Rakli ka dalë nga Kavaja dhe të bëj një fushë në Kavaj. Se për kaq jeton njeriu. Nuk jeton për gjërat më ndaja. Gjë, atëherë, unë duke qenë... Dhe ka qenë... mundësi se të bëhet stadiumi tani Kavaj. Le të vi, ta marrë një tribun në emrin Artin Rakli. Se dalim të Milan Baroshi. Po flasim që normalisht ka fituar Champions League-ën, ato janë super, kupton. Por në industrinë në futbollit është shumë problematike se si është bërë kjo kontratë. Unë për shembull kam raste menaxherësh që thonë atë këtu ulën tavolinë, i thënë lojtarit, ti do ta kesh X rrok, atë që po doshëm të thonë më parë që ku janë detyrime që ti firmos për mua, unë bëhem pronari jot. Ato nuk e shesin 100% te klubi. Okej, një mentalitet, se nuk du të dalësh nga momenti muhabet, e kam bërë unë me Marko Alien. Këtu, unë zotroj në këto momente, pikërisht, unë zotroj... Lojtari ekipeve të moshave, apo ja? Ai ka qenë... Këto 7 metra. Ai ka qenë gjithmonë te Lazio. Deri në te ekipi parë, bërë gjithmonë komplet... Te Lazio. Te Lazio, po ka qenë... Dhe me kombëtare, në U17, U19, U21, ishe gjithmonë... Ka qenë portieri i tretë i ekipit Lazios, ka qenë Reina, ka qenë Strakosha, ky është i treti. E dërgova në Serie C, se dole nga ajo tema, nese, edhe solla pastaj i vitniti aty, pastaj erdhi këtu, në te Korça, në superiore. Unë zotroj 30% kartonit. 70% i ka klubi. Klubi radhës. Jo, Skënderbeu. Po pra klubi radhës, klubi radhës, se nesër mund të jetë një klub tjetër për na. Pikërisht. Që i ska don kontratat tash në qishor. Tani parametrat zero, dhe në 70% parametrat zero. Po deli zero komplet ai. Nuk ka më detyrim as për mua as me shit përpara një periudhë. Do vi këtu. Okej. Tani çfarë ndodh më bëti? Këtu në Shqipëri nuk ta jep njëri, atë flas nga presidentët, që të thonë që nëse unë du kaq përqindje ose do të jap kaq përqindje, sepse ato thënë menaxherët të marrin komision 1000 euro, 2000 euro, ato të marrin papshim to tikë, do të më intereson mua për këtë. Kupton, nuk mendojnë për më lart. Unë bëra një marrëveshje me presidentin e Skënderbeut, e falenderoj edhe e vlerësoj shumë për gjithë arritjet që ka bërë ai futbollistike dhe më besoi. Pastaj siku ai Marko është mohabet tjetër sepse aty pastaj hyn edhe pjesa e menaxhimit dhe sa kërkonin për patriot, sepse në fund ditës ai është majoranca, 70% i ka ai.
Ku ka qenë në përfundim, në Final Four, ka qenë ndeshja, para 2 vitesh, mos ka Po, para 2 vitesh. Ishte Partizani së Mbeu, unë i kam dërguar ofertën edhe interesimin nga Bokumi Bundesliga. Okej, sa ishte oferta? Oferta ka qenë 250.000 euro. Dhe Skënderbeu refuzoi? Skënderbeu refuzoi, normalisht në bisedë që ishim duke diskutuar. Donte më shumë. Donte më shumë. Okej. Çështja tani është tutësh, po ta shikosh për shumë nga ana e dokumentacionit dhe nga ana e përqindjeve, unë si menaxher i bie që të merresh më shumë nga ajo 1.000 eshi, komisioni 2.000 eshin. Në këtë koncept e kam. Kupton? Nuk u bë, nuk është problem, kupton? Nuk ka problem. Sa do fitonte vetë lojtari aty? Lojtari e kishte rrogën 60.000 euro viti. Aty edhe kishte edhe një klauzol, domethënë domethënë ishte 2+1 dhe vitin e parë kishte me 60. Ingaxhëm, domethënë komplet gjithë vitin. Normalisht Bokumi kush mund të thotë jo, Bokumit, edhe me net për t'i tret, po ashtu. Edhe nuk realizu. Kjo është domethënë pjesa. Pra, që ta nisim tani të mohabeti që po të thosha, ka oferta ku bosh ti pronar në kuptimin e llafës që je 100% i lojtarit, flas gjithmonë figurative. Unë i them për shumë lojtarit, them që nëse unë vëlla t'jap 10.000 euro rrogën, lun, unë ti jap unë lekët, në moment gjete klub shumë mirë, bërë që gjete klub, unë e heq përgjithësi nga rroga, e pagun klubi, por ti do luash në gjithë vitin tate, në gjithë karrierën tate, do luash me 10.000 euro, për si shembull, mund të jetë 15.000, do luash në Serie A, në gjithë Europës, për shembull, vetëm në nivelet më të larta. Ka lojtar. Pse merr përsipër këtë rrezik? Mos ndoshta do ishte më thjesht që se e di çfarë po thotë Sergio nëse e kupton, Sergio po thotë që ta blej pronën 100.000 euro, ta rishes 110, të marrë dhe fitimin, të marrë dhe komisionet, pra bëhet dhe investitorët dhe menaxher apo jo? Jo, atëherë koncepti është saj, domethënë që ku blet prona, merret prona 100%, unë madhe rrezikun që për shkakun që dështimi që lojtari nuk e shes. Po, nuk e shes. Me që do ta lidhësh me real estate-in se s'të rri aty, është kjo që kur e merr nga një pronar një pronë, i thot sa do ti për të pronën? Du x 100.000 euro. Ma lekë se ti garantoj unë është puna ime. Kjo është gjithë gjë. E kuptoj. Kjo është gjëja. Kështu që për të dalë tash te mohabeti që pse nuk kanë investuar këto që ti përmend, këto ish lojtarë dhe kombëtarët tonë, ndoshta kanë bërë dhe këto të njëjtën kontratë. Edhe dalin dëshin neve që themi pse, pasi ky ka marrë milionat, po edhe paragjykojmë. Unë njoh shumë mirë se kush e ka bërë këtë lloj gjëje. E njoh, po nuk janë persona publik, unë nuk mund t'i flas. Po, janë personale kontratat. Janë personale. Nëse dikush do zgjojë një mëngjes, do thoshte që do hyjë te biznesi i menaxhimit individual. Ata që po na ndjekin ti ishe sigurt 99% janë sportdashës. Dhe më shumë se 80% e tyre janë mosha të reja. Dhe 100% e këtyre mosha të rejave duan që një ditë të jenë menaxher futbolli, shumë njohshse si fush. Është realisht shumë njohshse. Po në këtë epokë jetojmë tash, duam. Po prej vitesh është shumë njohshse. Nëse përpara 20-30 viteve të ishe broker real estate, ishe një kështu kop në Shqipëri, domethënë. As u njihte hiç. Nuk ishte ëndra as kujt. Matrapaz që Sekser. Sekser, bravo. Të dyja fjalët, si sekser dhe matrapaz janë fjalë shumë serioze, pavarësisht se ne i vëmë një konotacion negativ. Matrapaz është literally businessman, sekser është ndërmjetësues, vin nga turqishtja. Por ne kemi përfshirë edhe konotacionin ton biçim. Ne kur themi pazar, në 90% të rasteve pazarin e përdorim për pra i fusim një sens ironie brenda pra. Okej, nejse. Ndërkohë që menaxheri futbollistëve ka qenë ëndra e gjithë atyre që nuk luanin dot futboll kur ishin të vegjël. Pra, okay, në pamundësi për të luajtur futboll, çfarë do bëhem? Do bëhem gazetar sportiv ose menaxher. Në rastin konkret, normal. Tani, supozojmë që është një person që është në të 30-ta, që është mosha ideale, ndoshta për ta filluar dhe për çështje pikurie. Po. Dhe zgjohet një mëngjes dhe vendohet bëhet menaxher futbolli, broker futbollistash. Përveç kualifikimeve që duhet ndjeki që janë ato që janë. Sa para duhet investoja ai në arkun e 3 viteve të para? Pra, që gjithmonë kjo ide që në 3 vitet e para je pothuajse gjithmonë kështu aty me humbje. Pra, sa para duhet investoj unë
tek vetja, tek networku im, tek jeta ime, social life im, që të filloj të quhem një menaxher futbollistësh. Atëherë tani të them kështu që në momentin që ne, se më the që e ke bërë dhe ti kursin e drejtorit sportiv, fjala e parë kur hyj profesori ditën e parë thotë që të bëni këtë lloj sepse edhe ajo biçim se po gjithë unë tash pra fjalë shumë biçim menaxher se të menaxhosh lojtarët që ke brenda klubit. Po ajo është me rrog. Okej, jam shumë dakord. Rrëdhafja e parë që thotë që të bësh këtë lloj profesioni duhet të kesh sa më shumë kontakte. Po s'pa të kontakte mos vi fare. Network. Edhe unë po ta jap të përgjigjen në këtë lloj mënyre. Që ai që do të zgjohet në mëngjes, rradha parë do të shohë telefonin një herë ose emailin, agjendën ku e ka, sa kontakte ka. Nuk të duhet ty vetëm thjesht e bëre kurs një muaj atje, mora çamore edhe natë mirë shumë se u bovon. Kështu që logjika është duhet duhet bazohesh tek Gjergji, normalisht po ta zej tash shembull e emrin, që normalisht të marrë më të mirat e mundshme edhe kontaktet më të mundshme, po duhet të bazohesh tek një agjenci. Se ti po nuk patë eksperiencën sa them se kena rrugë lafën tash. Pra, duhet eksperjencat e punës më valla. Po pra, edhe si një agent imobiliar duhet të fillosh ta tashosh për prapë një agjencie më të njohur. Fiks. Pra, vish të Sergio dhe të kërkosh Sergio mundësi për të rritur brenda agjencisë ti. Dhe ti fillon jep dal nga dal lojtar. Kryesorja s'është ajo pyetja që bëre ti. Nuk është ana materiale. Jo, ana materiale bëhet financiare. Po shiko, ajo është shumë e rëndësishme që them unë, sepse dua të jap një mesazh për gjithë ata njerëzit që zgjon një ditë dhe mendojnë që Sergio. Po ta jap unë mesazhin, ta them unë mesazhin. Kjo arrihet me kohën në gjë. Që unë t'i investoj. Po ka një kosto financiare mbrapa. Po ka një kosto financiare. Është ajo kryesorja, po e kam unë 10.000 euro, ç'a do, shifër, kam unë 100.000 euro. Bëhem dot menaxher futbolli. Nëse nuk e para nuk bëj dot. Ç'a kam unë të bëj? Jo. Unë them që kam ti bësh edhe pa para. Se je i zgjuar. Jo më pa para sot nuk ideja bëhet. është tu tash që kjo është kryesorja. Ajo që thot Sergio, se ti do të dalësh tek ajo jotja. Që ti duhet zgjohesh në mëngjes të shikosh çfarë networku ke, sa ambicie ke për të marrë njerëz telefon, për të krijuar lidhje, për të krijuar sa dëshirë, vullnet dhe pasion. Sa dëshirë, pastaj këto të tjerat i merr dhe borxh. Jo, çështja e besimit që ka lojtari me menaxherin është shumë domethënie. Sot normalisht ka ato menaxherë që thonë që ngjo ikni ditë bukur, i thonë nis lojtari, thonë ngjo të jap 30.000 euro valla, bjerë firmën e mua. Ka dhe nga ato. Por tash ti mora 30.000 euro edhe u boni pasanik. Se mund dalë një ai që u zu shumë mes, që e vënë si shembull. Po problemi është që këto lojtarë duhet të dinë ku t'ja japin firmën. Duhet të dinë ku t'ja japin firmën, sepse normalisht parenta thash dhe te kompiti kontaktit. Por valla kontakti sot do të bë menaxher. Kur ti ke një kontakt të mirë, nuk të duhet as paraja. Se ti e merr telefon Gjergjin thonë Gjergj, kam të lojtarë valla, do më marrësh. Jo pas ta mor dot, po merr pra se diferenca midis pronave dhe pesha fjalës pra. Provave dhe futbollistëve është kjo. Që prona ka përballë vetëm një agent, po themi. Pronari ka agentin, çon si ka, apo agjencinë përballë. Dhe sigurisht që si në rastin tuaj ka konkurrencë shumë të madhe, janë 10 agentë që shkojnë dhe ai bën një lloj si lojtari apo babai lojtari bën një lloj filtri dhe ja jep atij që jep etj. Pyetja që kam unë është që në punën e futbollit, përveç agentit është edhe klubi. Sepse lojtari nuk është pronari vetvetes, siç është rastin e pronës. Por në pronësi të tij e rregulluar kjo, e ratifikuar me gjëra training compensation etj bla bla bla, ka vënë një klub nga mbrapa. Sa e vështirë është për menaxherin e futbollistit që të jetojë mes dëshirave të lojtarit dhe të klubit, se duhet të menaxhoj që të di palet apo jo. Po atëherë unë normalisht kam për detyrë të menaxhoj fillimisht lojtarin. Pastaj më mbrapa me klubin unë kam vetëm në qoftë se vjen një ofertë, atëherë pastaj do menaxhohet, siç ta vërën edhe rastin më parë në rastin e Skënderbeut. Presidenti nuk pranoi, stafi nuk pranoi, u refuzuar më pafshim. Rritet më shumë, po pas rrisë më shumë, ta frym sa më shumë nuk fryj dot. Nuk mund ta shëtesh dot tash më shumë. Nëse sa përqind fitoni? Por do? Sa përqind fitoni nga transferimet? Supozojmë Edvini është lojtar në menaxhimin tënd,
Edvini është futbollisti i Skënderbeut si shtat, dhe transferimi midis Bokumit dhe Skënderbeut realizohet për 500.000 euro. Po. Ti jo si pjesëtar i kartonit, LMNA, thjesht si menaxher që bën ndërmjetësimin. A njehen bashkëpunimet me menaxher të tjerë dhe sa në fund të ditës sa komision paguajnë klubet përkatëse dhe sa komision paguajnë sportisti? Atëherë 20% është, domethënë si Fija totale. Fija totale është 10% që merr nga klubi që e merr lojtarin, 10% edhe nga klubi këtu që do ta shërësh. Lojtari nuk paguan. Ka raste që paguhet edhe lojtari, varet domethënë nga kontrata që bëhet. Se normalisht është ofrim pune. Në kontratë kur shkruhet është që menaxheri ka ofruar një punë. Dhe ti nuk mund dalësh dot pa dalë, domethënë pa marrë pa dhënë për 50.000 euro që ishte ai operacioni për ndërmjetësimin, po, mund të jesh i vetëm ose me partner që normal, janë 50.000 euro që luan, ë? Normal. Unë të kap rastin konkret për shembull, unë kemi tentuar të dërgojmë Ardian Ismailin tek Napoli. Okej. Ai luante ndërkohë me Embolin. Vjen një telefonat nga babai i Ardianit, Ilmiu, që e përshëndes, në dhjetor, kur unë kisha 2 kërkesa nga Roma, domethënë për qendrën mbrojtës, më kërkonte Roma dhe Napoli. Okej. Normalisht miku im i ngushtë, Mauro Meluso, ishte drejtor i Napolit në atë periudhë, që e kishte sjellë në Itali Ardianin, fillimisht me klubin respektiv, edhe i ikte Empoli. Normalisht lojtari të dilte në qershor vitin e ardhshëm, do dilte, se ishte dhjetor periudha. Do dilte i lirë. Do dilte i lirë. Këtë qershor. Jo këtë, flas për 2 vjet më parë, kupton? Përparsisht për saj ne nuk e gjetëm gjuhën për bashkët, unë isha bashkë me një menaxher, agent tjetër, dhe neve normalisht kur bëhet procedura e tillë, neve normalisht jemi 50-50, jemi 50-50. Okej, në bashkëpunim. Si nga klubi që do marri, edhe që do ta shesi, dhe si nga klubi që do ta marri. Ka raste për shumë që lojtari deti i lirë, siç është rasti i Ardianit, të dilte i lirë. E disa komisione kishte shpërnda Edvin para disa viteve Premier Liga, vetëm nga transmetarëve, mos gabofsha, 234 milion pound. Vetëm për një transfer windows. Atje komisioni është ligj. Dhe gjithçka negociohet përveç Po dhe këtu është lider, se shkruan kontratë patjetër. Dhe këtu ndoshta aty ti do të thuash të është praktik normale, ndërsa këtu unë vërej edhe ta gjendem kështu sikur stepemi kur themi që duhet devijojnë, duhet të devijojnë. Ka raste që i thënë dhe lojtarët që mos ec pa menaxher. Patjetër. Edhe unë them edhe vet agjentët kanë një ndoshta gabohen po vuar edhe ty, kur e thua 20% që e thua si me zëtullët, jo, 20% fikse, sepse është tarif normale e një procedure pune, bashkëpunimi. Nuk ka pse të kesh ndrojtje se ti merr 20%. Përsa ko dihet paraprakisht s'ka asgjë të keq. Jo, ndrojtje nuk kam, se unë kam pas raste që kam marrë, po thoya në përgjithësi nisu nga kjo gjë. Por unë ka pas raste që unë kam marrë edhe 50%. Po nuk ka asnjë lloj. Kjo është puna ime fund ditës. Çdo njeri e mbyll derën në shtëpi. A është e vërtetë që lojtarë shumë të mëdhenj botë, Mbappé mes tjerëve, tjerë, në përgjithësi mbajnë prindrit e tyre për menaxher në mënyrë që pikërisht 20% ta lënë brenda familjes tyre apo jo? Jo. Është gënjeshtër mediatike. Përveç kësaj mua më duket si e gabuar si gjë domethënë se çdo gjë është ekonomi shkallë, çdo gjë nuk mund t'ia besosh ti mamës dhe babës. Kur Reali shkoi ata s'din ta bëjnë, kjo është. Kur Mbappé shkoi nga Paris te Reali u tha që prindërit e tij morën një fi prej 50 milion pound se në rolin e menaxherit sa erdhi me sa fi diçka e tillë apo jo? Dgjoj, ka shumë raste edhe asnjëra nuk i ngjan njëra tjetrës. Ajo është domethënë këtu. Pranaj quhet domethënë që futbolli është shumë i çuditshëm, sepse luhet edhe jashtë kuintave, luhet edhe brenda kuintave. Kështu që rasti pastaj i pjesës Mbappés, Haaland dhe këto, unë që të jap një të saktë, domethënë një përgjigje të saktë, me drejt nuk mund ta them dot sepse nuk kam qenë pjesë e asaj. Por ka raste të tilla, ka raste të ngjashme, edhe nuk mund të jenë domethënë si raste, por duhet kuptojmë diçka. Menaxheri
Prandaj domethënë del dhe thotë që është një njeri i lirë edhe ka lojtarin dhe ja bën përqindje sa det vet. Nuk ka një stabël që thotë ngjose unë do marr 5, do marr 50, do marr. Po gjithçka vini për shembull pronat e veta që më marr përshtytje, më me 6%, është vërtet. Ose me fare, gurman. Po normal. Marrveshje. Por shoshni. Për sa kohë bëhet e qartë paraprakisht, çdo gjë është legit. Tot anglezi. Tre lojtar, po, e vërtet. Është tre lojtar shumë të rëndësishëm që ke menaxhuar. Pastaj që një publiku, po themi. Po, atëherë, unë ta thash Ardian Ismailin, menaxhuar apo trajtuar. Okej, trajtuar kam trajtuar edhe Christian Biragin. Edhe kush është tjetër? Ardianin e tham, edhe këtë të kombëtarës, të Arber Hoxhën. Dinamo Zagrebit. A ka shumë trinj në Itali që ndoshta edhe kanë lindur atje, po që janë me origjinë shqiptare, që janë të angazhuar Janë shumë. Në ekipe të ndryshme? Janë shumë, janë dhe shumë të talentuar. Por problemi ka i diçka, domethënë se gjithmonë ka një pse nuk e kanë fokusin e duhur. Fokusin nga kombëtarja. Nuk e kanë fokusin e duhur, mi dha një dorë, edhe nga vetë unë personalisht, mi shku mi ndjek. Kupton, sepse del me logjikën që prindit don t'i menaxhoj vetë. Edhe ku ka prindër, për shembull, gjithmonë del prak problem të pjesat. Ora vlla, fund ditës e vlla jep prind. Unë për fëmijët e mi, unë kam fëmijët e mi që ndjekin sportin, unë do ja lej një menaxherit sepse fund ditës e di pse ja lej menaxherit. Ja lej sepse du t'i kërkoj llogari. Qa ke bë ti? Se unë nuk e ndjek dot, sepse unë emocionin nuk më heq. S'mund të kërkosh llogari vetvetes. Mirë atë, po nuk pranon dot kollaj dështimin te vetja. Me fëmijën tënd apo jo? Të drejtësh. Ajo është domethënë, kështu që unë po do të kesh mentalitet profesionisti për këtë gjë. Edhe për pronat do të njëjta gjë. Të gjitha agentët imobiliar nuk i trajtojnë vetë pronat e tyre për shitje. Është si tip rregulli i bashkuar, se si trajton dot. Si do shpitatë të shesë, si do shesësh. Vjen njëri tip në ofertë që sharak. Po jo më ka dhe diçka, se del dhe keq, edhe ti për shumë ku e merr telefon, flet për çunin tat, po flet me Interin, thotë po Sergio, po ti për çunin tat, po e duhet folë burrë dhe ti llavët më të mirë të flasësh. Kjo është ajo. Po këto nuk e kuptojnë. Të marrin telefon ty 2 natës të thënë që çuni im ka po këtë. Por zotëri, jam dakord, po leje dikujt këtë lloj gjëje ta bëjnë me statistikë. Ka raste sa dush. Ku isha domethënë duke folë telefon, një miku jon në Torino, e bën tha çuni im, tha është më i miri se të gjithë. Thash, o vlla, dali herë, burr, tash më i miri se të gjithë edhe unë se kam gjunë herë. Që të flasë një prindër tillë. Ka një staf, ka një scout, ka një klub që përcakton të gjithë. Kupton, po ke drejtë. Cili është miti më i madh që ndodh në football brokering? Pra kush është miti më i madh që nuk është e vërtet? Pra mi domethënë një gjë që ne mendojmë, por nuk është e vërtet kjo gjë. Atë që thash më parë. Që koncepti me lojtarët, që kontrata, që është koncepti kanë bërë milionat lojtarët e kombëtarë. Në të vërtet nuk i kanë bërë kaq këto miliona. Okej. Ku e shef vetëm pas 5 viteve? Atëherë, mas 5 viteve e shoh të kem një klub timin. Okej. Kem një klub timin, po jo këtu, jashtë. Jashtë venit, edhe besoj që Teci, domethënë, është një projekt, fatikisht një projekt strategjik me pra ti je drejtor sportiv profesional. Jo, ta kem pronën time. Vetë edhe ta menaxhoj domethënë vetë. Unë fatikisht është një akademi atje në... Do si babe birë edhe ti do. Ta kesh vetë, ta menaxhosh vetë, ta kesh me punë botë. Ti mbaj që tekët brenda. Edhe të kartonit edhe komisionit. Jo, po kjo është, sepse që do të rjesh, domethënë, të zotrosh, në treg, të jesh gjithkohë në treg, po nuk investove te baza, te minimali, nuk e se si të mbjetosh. Sepse nuk mund të bësh investimin tatë, projektin tatë, të varet nga një X lojtar. Nga një X lojtar. Sepse të dështon. Sepse janë shumë lek brenda për brenda.
Unë kam një rast me një lojtar të kombëtar, se nuk du t'ja se shembull e emrin. I thash, të pranet thashë, ka lloj kontrata që bëhen. I thash, zotëri, janë kaq lek në xhiro për ty. Këto lekët e tjera thashë, vëlla, mos i shif. Se janë të ndamë këto. Valla, kjo valla është diçka që duhet thonë dhe thuhet. Po merr drejtori sportiv, merr tjetër. Po është normale, po tash është vlera që po të çojë në lart, në seri A, për shkakun, kupton? Tash ti valla diçka të lesh mangut. Para ne po ta thosh edhe më parë që nuk se vetëm kypte vet do. Po këtu jo mos e tjetri çaka. Lojtari e zonë se iden që nëse firmos për 10, se shikon në 90% botës sot futbollit, ti firmos për 10 lek dhe në xhepat e tua shkojnë 5 lek. Të 5 lek tjera ndahen tregtia në çdo lloj fushë. Po ka futbollistë të cilët nuk e duan gjë tjetër, nuk e kuptojnë dhe nuk e duan këtë lloj marrëveshje. Kupton, dhe këtë rast është problematike që nuk e kuptojnë që ky 5 lekësh që po shpërndahet në 10 veta, është pikërisht ky që të garanton ty të ardhmen që ky 10 lekësh të bëhet 100 lekë, dhe ti të morësh 50 dhe këta të vazhdojnë të marrin 50 pra. Te heqin mosin vetes për të bashkëpunuar me një rrjet menaxhimi. Po mirë edhe po ke edhe marketingu që jeni në nivelin e lartë. Atë që po të thosha më parë, o vëlla, ti ke kaq rrogën fiks. Mos shif më gjëra tjera. Unë nuk po të futem ty te sponsorat. Sepse ka sponsorë Adidas, është Nike, është Puma. Kupton, ke lloj gjërash. Ti ke për vendat ato. Kurse çej për këtë rast transferimin dhe kontratës janë gjëra tjera. Kupton, është komplet tjetër që do shkojnë diku këto. Po marketingu është marketing, ngelet ty. Kam pas 2 futbollistë që kanë pas shumë miq kombëtarës, njëri shkoi në Bielorusi dhe bëri një kontratë ku diun rreth $300,000 që përkohën ishte $300,000 në vit pra, që përkohën ishte shumë e madhe. Dhe po më shpjegonte që më shumë se një trajtar rreth $100,000 ja ktheva mbrapsht kesh drejtorit sportiv, i cili do më garantonte dhe një marrëdhënie të mirë me trajnerin, se në fund ditës trajneri do më aktivizonte. Dhe duke pasur në krah drejtorin sportiv dhe trajnerin kisha garanci që luaja, që nëse pas nesër gjërat të më shkonin mirë pra. Kjo gjë është e pandershme në fakt, por është reale. Pa drejtësi të futboll. Jo, këtu hym tek dark side e futbollit, po kjo ndodh kudo. Një lojtar tjetër kombëtar sonë që luante në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që u kontaktua nga një menaxher i cili ishte atashuar pranë klubit, pranë drejtorit sportiv, për një kontratë po themi $600,000, rreth $200,000 nga këto i ktheu mbrapsht dhe këto $200,000 ndaheshin mes menaxherit, drejtorit sportiv, madje edhe trajnerit. Trajneri merrte, pra kanë rrjetin e vet menaxhimit pra. Deri përpara 10 viteve, shqiptarët dështonin të bënin dille, nuk e kuptonin këtë gjë pra. Domethënë, një herë mbaj mend që një menaxher i thaj futbollistit shqiptar, dëgjoj, do marrësh $200,000 në vit, po i kishin do t'i kthesh mbrapsht. Ai e prishi dillin, kupton? Pastaj reagoi me grushtë se tash kështu funksionon pra, nuk i kemi shpikur ne këtë gjë. Si ta ora pusë. Slavët për shembull e njohin shumë mirë mentalitet, se kanë bërë tregti futbolli që në vitet 70, marrje, xhap, xhup, te ande ik kështu këtu, merr lekë këtu. Është konjunkturë. Dhe një nga arsyet që futbollistat, mendimi im, ish jugosllav, fitojnë kaq shumë para, është se kanë një rrjet shumë të mirë menaxhimi, janë konjunktural apo çekët. Tani ai është pronari i klubit është Milan Barosh, i cili ka ndarë miliona euro në jetën e vet. Bravo. Me trajneri, me drejtori, me menaxher, me miq, me tjerë, me mediat, me gjëra. Ai e di shumë mirë se funksionon kjo gjëja pra. Dhe s'ndron dot më ai tash. Se gjë, ishte kënaqësi shumë e madhe që të kishim, besoj që tham gjëra shumë të rëndësishme, a kupton? Ne në këtë podcast mundohemi në përgjithësi që të involvojmë sportin dhe biznesin, por kemi një kënaqësi që të marrim gjithmonë personazhe që në kuptimin mirë të fjalës ndoshta publiku nuk i njeh 100%. Normal. Dhe ti promovojmë ata dhe pse jo nesër pas nesër të krenojmë me faktin që këta njerëz kanë qenë në këtë mini studion tonë në rooftop apo jo. E pse jo mos vemi nesër pas nesër te klubi që është në planet apo shkurtër ai do ketë besoj në një terracë aty do ta bëjmë nga aty emisionin e radhës. Ora të shkojnë pinë këtë verb. Po, po. Që Jemi të pritur, ishte kënaqësia ime. Ne të urojmë suksese. Ne të urojmë shumë Faleminderit suksese. shumë, Alluni uroj shumë suksese përzemërsisht. Edhe jetës nuk i dihet kurr. Ndoshta, siç e tha edhe Gjergji, podcastin e radhës do ta bëjmë të fusha. Kënaqësia dhe josh. Faleminderit.